Rrugëtimi i dijes për të sapoardhurin nga Greqia, Orest Kola, nisi vetëm pak kohë më parë, kur ai u bashkua klasës së 8 në Shqipëri. Megjithatë, në një kohë shumë të shkurtër, ai ka dëshmuar një zhvillim të jashtëzakonshëm. Oresti është një nga nxënësit më të dalluar të garës kombëtare që bashkoi Shqipërinë dhe Kosovën në gjuhën shqipe. Në fillim gjuha shqipe ishte mjaft e vështirë që ta mbjetoheshim me të gjitha këto rregullat që ka, po me kalimin e kohës nga ajo që edhe në Greqi kam folur gjithmonë me prindrit gjuhën shqipe, edhe ishte pak më thjesht ta mbjetohesha, pothuajse për gati 3 muaj u mbjetova mirë me gjuhën shqipe. Për Orestin, niveli i vështirësisë në këtë olimpиadë ishte i mesëm, ndonse ai vet pranon se përballet ende me disa sfida individuale në përsosjen aftësive gjuhësore. Olimpiada ka të bëjë më shumë për njohurit që ne ta kuptojmë tekstin mirë dhe të jemi gjithashtu krenar për atë tonë dhe gjuhën shqipe. Në fazat e para kishte gramatik, po tani është fokusuar më shumë për tekstet si i kuptojmë ne ato. Vetëm ka ndonjëherë ca fjalë që nuk i kuptoj, që duken si të reja. Kaq. Pjesëmarrësit në Olimpiadë pohojnë se pyetjet e përzgjedhura ishin të një niveli të arsyeshëm dhe se diferencat dialektore mes dy vendeve ishin tejkaluar me sukses. Kjo ishte një gara jashtëzakonshme, duke e bërë të mundëm me pas një përballje mes Shqipërisë dhe të Kosovës. Mendoj që pyetjet në përgjithësi kanë qenë të lehta, sepse janë kanë të përgjithësuar me ato që kemi mësuar. Mendoj që mbase ne nga Shqipëria mund ta kishim pak më të thjeshtë, duke marrë parasysh pjesën e dialekteve. Megjithatë, në pjesën letrare ku u përfshin dhe ato të dialektit ose ato të dialektit keg, mendoj që nuk ka pasur vështirësi, nuk ishte volum. Jo, nga ana kuptimore nuk besoj se ka pasur probleme. Mirë, po besoj pak me analizimin e detyrës ka qenë. Në fazën finale të Olimpiadës morën pjesë 84 nxënës të klasave të 9-ta nga disa prej shkollave përfaqësuese të Shqipërisë dhe Kosovës.